Telia, ky instrument I lashtë I veriut tonë që dikur vetëm vajtonte, tashmë këndon e gëzuar e shoqëruar nga një sër instrumentash në një melodi të përbashkët. Të njëjtën gjë mund të thuash edhe për lahutën, dajren dhe disa vegla të tjera. Fyej, shokët e pandar të barinjve që të mahnisin me improvizimet e tyre lirike, I gjenë në përgjithë Shqipërinë në tipe të ndryshme. Në këtë grup të Shqipërisë mesme të bëjnë përshtypje edhe pipzat që I shoqërojnë, e buria me lëkur shelgu, të cilat shpalosin jetën e bukur baritore. Poçi, I ndërtuar me guackën e kungullit, është një nga instrumenta tipik të rrethit të Lezhës. Bashkë me bilbilin, sistrën e tjerë, krijojnë një ansambël melodioz. Në këtë grup instrumentistësh të Korçës, të bie në sy harmonizimi I melodive të instrumenteve me njëri tjetrin. Lahuta, defi e violina shoqërojnë temat e tre instrumentave të kryesorë, të gajdes, fyellit e gërnetës, duke na sjellë motivet e bukura të jetës së fshatit tonë socialist. Shtegëtojnë në dhënë të grykave dhe johon fyellin në dekorin e maleve, duke sjell gurgullimin e krojeve, fshfërimën e gjetheve, zhurmën e zileve të bagëtisë. Nderet kjo melodi nga male drejt fushave, sa dashuri dhe gëzim kanë këto melodi, sa shumë instrumenta shpërthejnë edhe në ditët e dasmave tona. Dajrja, lahuta, gërneta e violina luajnë në një kabat të gëzueshme. Një muzikolog kërkon të regjistrojë meloditë dhe tingujt e çdo instrumenti muzikor të çdo krahine. Kërkon mes maleve, mbuzdeteve, në njerëzit e fushave, në tërat larmi grupesh të shumta instrumentistësh